I bindur për fitore në zgjedhjet vendore të 8 majit, kryeministri Sali Berisha nga Sukthi bëri edhe një thirrje për një fushat të qetë. Gjatë prezantimit të kandidatit Aleanca për Qytetarin, Sherif Fortuzi, zoti Berisha tha se projektet e kësaj mazhorance do ta bëjnë atë fituese në zgjedhjet për pushtetin vendor. Ju bëj thirrje të shtrojmë këtë fushat në fushatën e vlerave tona qytetare, fushatën e tolerancës, fushatën e dialogut, fushatën e mirëkuptimit dhe të shmangim çdo tensionim. Ne kemi projekte, ne kemi arritje, ne kemi suksese, ne jemi të sigurt në fitoren që na pret. Ndërsa hodhi poshtë akuzat e opozitës, zoti Berisha tha se këto bëhen për shkak të bilancit negativ me të cilin opozita vjen përpara qytetarëve në këtë zgjedhje. Do t'i them këtu shokut e Edi Rama se fyrjet, çarjet janë dëshmi e varfërisë ekstreme, e mungesës së projekteve, e mungesës së arritjeve, kur nuk ke asgjë. Kështu tregosh qytetarëve që ke qeverisur 4 vitet e fundit, nuk të mbetet gjë tjetër, vetëm të adresohesh tek kazalat e fjalorit dhe të përdorish fjalë që përdor. Duke u ndalur në projektet për Sukthin, zoti Berisha tha se në 4 vitet e ardhshme do të legalizohen ndërtimet pa leje, si dhe do të asfaltohet çdo rrugë e lagjeve në këtë zonë.